Në rrën parë duhet kuptohet që është epoka e Albinit dhe këtë po e shfrytëzon. Në rrën të dytë po del në rrugë dhe t'i takoj 109 vetë, mashkull dhe femra, dhe që thot jani me mu se unë do t'jemi 110 dhe po garojmë parlament, është epoka e tij dhe ai prap do t'i fitonte. Albinin në këto rrethana mund të alzoj vetëm vetë Albini dhe askush tjetër. A kështë besu të si dikush i thot jo gazifikimit Kosovë? Jo, definitivisht jo, një gjatë të tillë nuk e kam paramendu, por ky realiteti... Inflacioni 7.5, shtrajtimet, krejt thot, Kosova veni i dytë maj varfër në Evropë. Zoti Kurti para se më ardhë në qeverisë thoshte, nuk jemi të varfër, për jemi të vjedhur. Në aspektin ekonomik, që shpjegon sot jemi ma shumë të varfër, a do të thotë që jemi vazhdojmë si në vjedhur, zoti? Po nisëm të teoria e kryeministrit. Më kujtohet një vizit në Japoni dhe një profesor e thot shumë mirë, në dëgjon njerin çka flet, kuptoj çka i mungon. Thot ai që flet që është trim, dihet që diçka nuk është në rregull me to. Ai që flet për korrupsion, se është kundër korrupsionit, diçka e mundon. Dhe në këtë drejtim nuk ka nevojë të flet as kryeministri, as të tjerë, flasin parametrat ekonomik, flet realiteti. Të keni këtë, do thot, buxhet në vitet të tëra, të kemi këtu ku jemi, është e para, të kemi me mija e mija tender një burimor, është e dyta, dhe të kemi këtë pakënaqësi në masë në Kosovë të qytetarëve, besojnë që indikator që përshkruajnë më së miri. Mi po prapë po e them, ne mund të flasim me ditë e me net të tëra, ai thotë që mund kanë votu, do thotë afër 47% e qytetarëve të Kosovës dhe çdo argument fillon dhe mbaron aty. Zoti Gozhaliu, po du më nalë, Kosova mbas një zgjedhjeve, po shkojmë drejt zgjedhjes së problemit, apo janë zgjedhje të cilat po na shojnë prap drejt një parë zgjedhjeve? A besojmë se këto zgjedhje të fundit janë zgjedhje për zgjidhjen e problemit, apo janë zgjedhje prap një farë sparingu për zgjedhje të reja? Shumë shkurt se po na shkojmë. Merr një minutë, lutem. Ndërën parë nuk ka askush të drejtë të thotë që në Kosovë ka qenë dalja e ulët në zgjedhje. Kosova, sipas entit statistikave, ka 1.600.000 banor. Në 1.600.000 banor të vitit 2024 kanë qenë afër 410.000, në moshën 17 vjeçare që s'kanë drejt vote, që do thotë i ke pas 1.100.000. Dhe nga 1.100.000 banor me dalë 800.000, besoj që është një dalje rekorde. Nëse kishim me dalë në Kosovë ma tepër, që sipas KQZ-s janë 2.300.000 votues, atër Kosova duhet i ketë 3.100.000 banor dhe ata nuk i ka. Prandaj besoj që është një dalje rekorde, pa marrë parasysh do të deklarate të tilla. E dyta, do thotë duhet të kemi dallim, a i fiton dikush zgjedhjet me qeverisë apo për pushtet. Kam ndërrohet që në Kosovë shumë më tepër është lufta për pushtet se sa për qeverisje. Nëse mendojmë të qeverisim, duhet jemi të gatshëm për dialog, për kompromis, për unifikim dhe për sakrificë. Dhe këto nuk i ka askush. Zoti Gozhaliu, krejt me kom po fol, vëlla, keni prit këtë rezultat, thojnë, po e kum ditë. E di si nuk i takon kësaj kategorie, po sinqerisht e ke prit këtë rezultat. Me thënë të drejtën, duke pasur parasysh politikën inerte të opozitës, agresivitetin e qeverisë, infrastrukturën që ka qeveria dhe politikën sociale të muajve të fundit nuk më ka befasuar. Ndoshta kum pritë më tepër, po e them me keqardhje. E ke pritë me keqardhje? Kum prit po. Në këto zgjedhje e përmenëm shumë, edhe pse kanë qenë zgjedhje të krijuara për çështjen e mungesës së presidentit, tash e Sovjet, dështimet ekonomike se cilat qeveri i ka përzitur qysh jo Serbia, jo anena. Politikanët e Kosovës në dështimin ekonomik gjithëherë kanë masku me problemet me Serbinë. Ka qenë domosdoshmë mbrojtësi më i mirë i dështimit tyne ekonomik. A kanë fituar këto zgjedhje programet edhe se ka pas shumë teori, si këto zgjedhje nuk bën me fol për programet, as zhvillimin ekonomik, as qasjen, as dështimin, as shtratimin e rrymës, po për çështjen kush me kanë për presidentin. A fituan programet, spedina është tani na shumë keq, me pa thonë dikush sipas 26 vjetë, kanë më votu edhe kanë me zgjedh mbi populizmin e jo me programet. Shkon absurd. A fitoj populizmi, leadershipi, apo programet edhe zotimet ekonomike, apo ato që shpesujnë lëmosha? Në rrën parë duhet kuptohet që është epoka e Albinit dhe këtë po e shfrytëzon. Në rrën të dytë po del në rrugë dhe t'i takoj 109 vetë, mashkull dhe femra, dhe që thot jani me mu se unë do t'jemi 110 dhe po garojmë parlament, është epoka e tij dhe ai prap do t'i fitonte. Në këtë drejtim është qëndru lider parti dhe tani kemi parti shtet. Dhe kjo është realiteti që duhet të pranojmë, mirë po e tëra kjo duhet të mobilizoj partitë politike, shoqërinë civile, organizatat jo qeveritare që ta kuptojnë të vërtetën që